edhe mirë që vini në episodin e re, terapi me Atrin, që kjo format është ku ju më bani mu pyetja edhe unë ju përgjigjna në pyetje si motër e madhe, si motër e vogël me ju dhon këshilla. Për pyetjet që më keni bo. Si gjithë pyetjet muni me bo anonim, peqes edhe linkun që to për ndryshe keni linkun në Instagram, TikTok, këtë platformet, muni me gjithë linkun. Herën e kalume nuk u mujt më përgjigj në këtë pyetjet, kështu që i kam edhe do pyetjet që më kanë met, edhe let's do it, let's get it. Vazhdoj me pyetjen e parë. Adri, ai më thot që nuk don lidhje, po më shkruan çdo ditë. Si më ka në dashura e ti. A jam budallic që po pres apo ka shpresë? Unë menoj që kur dikush të thot, kur dikush ta kallzon të vërtetën, bile t'ju afro me pak mikrofonin. Kur dikush e kallzon veten kush është, ti duhesh mi besu. Edhe mos pore ky bravo bile po thoj ka që s'po don lidhe, se ka edhe shumë çifte djamve që veç ta harxojnë kohën, ndoshta e kanë edhe një lidhje tjetër, ndoshta i kanë edhe 3 lidhje tjera. Po thojnë po, kena më martu, ki më kon gruaja jeme, ky bile pas ka kallzu me vak që okay, unë s'po du lidhje. Edhe nëse dikush të sheh si një opcion, si një njeri që veç mundet me dal me ta kur don, ai nuk e besoj që e ka shpresa mu kon jo bashk, ose me ndryshu mendjen se ai veç o t'i marr krejt benefitet që o të dosh mi marr pi teje, hiq pa u kon bashk me ty. Do me thon, ai pse mu bo bashk me ty, kur ashtë kështu ti jetoja dhon kejt. Kështu që sipas meje është kot që kjo, po nëse edhe ti veç i do dosh me kalu ko me ta, let's get it, let's go, apitën. Po nëse ti e menon me kriju familje me ta, ose me pas seriozisht me ta, edhe ai t'kallzon pi vaktit që jo, ti dush me di që nuk ban me harxhu kohën atë, edhe gjen dikan që t'vlerëson, që don edhe që me fillim don ti mu kon femna vet, gruaja vet, whatever. Vazhdoj me pyetjen e radhës. Oh my god, që kjo koka e keqe. E kopa baby dadin, do me thon babën e fmive, duke shkruar me femnë tjera gjatë shtazanis. Thot që s'ka pas asgjë serioze, si ta fal dikan kur unë po e krijoja jetën e tim brena meje. Oh my god, bro. I hate men, jurej, djemt, jurej. S'po du as me anis me fol. Se një burr që të respekton, që don, edhe që don mu kon një babi mirë, ose nëse e ka vendos me kriju familje me ty, edhe mas shpine shkon full me femna tjera, kur ti je në fazën matë vështirë në jetës tonë, kur ketë jetë aty ndrohet, kur trupi jëtë ndryshohet, edhe ata njerës që shfrytëzojnë rastin, bashkë qatë ku mos jellë keq me ty, ose me tradhtu, ose me bo kësi gjana, janë njerës ma të olt në botë, edhe nuk është fojti ti, po men për vajzat e reja, që ende nuk kanë fmi, këqyre partnerin 100 herë para se me anis me bo fmi. Se tana, kur të bëjsh fmijen ti, kime pas pun me qatë njeri, ton jetën. Edhe duhesh me këqyr qysh u sill qaj njeri sa s'keni pas fmi, a u kujdes për ty, a u sill mirë me ty, a t'ka bo mu një keq, a veç t'ka bo mu një keq. Edhe për qëto gjona, nëse ai ka full me femna tjera, ajo është veç pse ti të prit dhuratën ma të mirë njët, ti të prit një fmi, ti e ki një grue, shka, po ta, ka, pse po shkon ti me prish qatë lumturi që ato të prit, për me fol me femna tjera, pse ju djam nuk po rrini single, nësi po doni me dal me plot, pse s'po rrini single, pse pi merrni në qaf qikat, pse, nuk be kuptoj, se ka plot femna që dojnë me dal veç hajt, adin, nuk keni nivoj mi rajt qikat e mira, mi mashtru, sidomos një femën kur është atë zonë me lëndu, nuk e di a ka në e gjina matë matë. Do me thonë kjo ma shkurt ka pyt qysh me ba shoqni kur je me një mosh ma të madhe, si kur adin ma herët në shkollë i kemi pas shoqet, ose kemi pas fmit e lagjes, adin tash nuk vedi që shetë një rritjo, po që ato ma herët, kush e rinka, ta, këte, adin e kena pas gjithë ma let me gjithë shoqni, edhe kur je ma e rritun, është shumë azar me gjithë shoqni, do me thonë, unë që menoj,
ku i gjen një njeri, ku e gjen një njeri shoqërinë në moshën që e kemi na. Kolegët punës na përlojna në kopsht ku i çon fëmijën, munësh mu njoftu me naj prind që ka fëmijën klasë si ti, edhe besoj që ka plot nona që e ndihen si ti vet, ose hiq pa ka nonë, se tash unë po foli për vetes teme. Une shumicën e shoqënisë e kom njoftu në rrjetet sociale. Për mu janë rrjetet sociale një plus i madh, se shumë pi shoqënisë teme duke se do me hongër mikrofoni, shumë pi do me thonë, unë shumicën e shoqënisë teme e kom njoft në social media, do me thonë Instagram, TikTok, whatever, ose shoqe mas shoqe, qështu. Ama nuk ka që edhe kam shumë shoqëni, po i kam do njerës që i du shumë, që nashta nuk shimi shpesh, sidomos, unë muj me folë shumë mirë për këtë temë, se në Norvegji nuk e kam asni shoqe. Kam babën, vllon, i kam të njerës që i njo qështu, po nuk o që i kam në i shoqe kështu që foli dit për dit, ose që dal, ose që ri, ja. Do me thonë, unë jam mësu qështu me najt vetë, edhe mu më pëlqen me najt me vetën tëmë. Dvazhdojmë. Ai me tradhtoi, u betu që ka ndryshuar, tani me trajton si mbretërish. Fal. A duhet t'i jap një shans apo pe mashtroj vetën? Po të me thonë diçka. Djemt, meshkujt, kanë lind për me rajt, kanë lind për me aktru, o në gjak be e kanë. Në gjak e kanë, ata si qonë me nxes, ata janë të rajt, të mashtru, edhe të aktru. Edhe apet, djemt unë ju dua, apet. Edhe desh me më rajt, desh me së më rajt, unë apet, ju dua. Amo, pse po më keshet, nuk është hiq që po më keshet me pyetjen tone, po më keshet se e kum përjetu qëto sene vet, 100 herë. Edhe jo për tradhti, po për shembull dikush thot, kom ndryshu, edhe ja nis për një javë, 2 javë, 3 javë, 1 vjet, 2 vjet, derisa e shet që t'ka kap apet. Edhe kur t'ka kap apet, kur e din sigur që okay, që tashti ti e hongre foren, u mashtrova apet, ka me nis apet mi bo këto gjona të këqia. Si tradhti, si kur shka dush që u kon arsyeja pse jeni ndo. E do me thonë, unë më besoj që okay, çdo njeri mundet me meritu një shans dytë, ama sidomos kur është punët e tradhtia, nuk besoj që është ai gabim. Nuk besoj që është një gabim diqysh që e bën njëri pa doshe ti me vedije. Kur e del me dikan tjetër, ti nuk mësh me thonë, o pahiri, jo pahiri, jo shtriva, o shkova në hotel pahiri, jo kire vet shkoj të dhoma. Nuk ka asnjë shpjegim pse me tradhtu. Nuk ka ai shpjegim. E do me thonë, unë nuk e besoj që tradhtia është një gabim që mundet më fal, se ai nuk është gabim, ai është keq ka e bën ti me dije, po do me thonë, edhe nuk është një kum haru me gjubërllogin sot. Ajo është sen i ron. Edhe besoj që njeri, ama që do me thonë, unë besoj që ketë njerëz e meritojnë një shans dytë. Tret, nashta do njerëz i meritojnë edhe 20 shansa. Ama kur e she me një kohë që njeri nuk ndryshon, bile dush me dit pak a shumë që keq të senet mujnë mu konë veç aktrim për me të mashtru edhe për me të kthy njetë. Se do djem janë qatë shumë tute me najt vetë, do me thonë veç dujnë me pos dikan në shpe, edhe në që mi najt me pos një grua që i bën buk, jalon teshat, që është aty gjithë, ama kanë qef edhe me dal me tjera. Edhe një njeri që tradhton një herë, unë besoj që gjithë ka me tradhtu apet. Ja. Ndjej që ai po e hup interesin, nuk më shkruan si më herët, duhet mu tërhek për të bërë fal. Se adin kur pe lexoj do probleme po më kujtohet në sen që më ka ndodhur mu një jetë, edhe tana adin po më kishat me vetën. Po do me thonë apëten, duhet mu tërhek për me shti atë djalin me ndjek, apo veç me lanë. Girl, më duket unë edhe te pedina boll mirë që një njeri kur t'ja nis me hek dorë, e ka gjithë dikan tjetër, o të mirë me tjetër sen, ose thjesht nuk po don qaq.
Edhe girl ti pe din përgjigjen, ti masive që ki shkru, a do t'me hek dorë, ti pe din që do t'me hek dorë, po na se qikat nuk po dojna me pranu që dikush mo puftufet, se hej, deri dje, une kesh femna ondrat këtina. Deri dje kemi kalu shumë mirë, more para 2 dite kemi këqyru noza për mu martu. Edhe, nuk është ma ashtu, ka ndru dishka. Edhe mua, për shkakun një herë një situatë më ka ndodhur, kur e ndjeva që dikush që ka bo shumë mas mirë, shumë për mu, shumë kena kalu mirë, mas një kohë, unë më thiri dikush e u doth me nal këtë shpjegimin tem, e do shumë me thonë, mas një kohë, a i djali u konë Kosovë, në jam këthy Norvegji, edhe i thash me t'kaz, tash s'kam i shkru, veç me këqyr, apo ma roz. Edhe a i mas një 2 dite më shkrujti më tha, shka je ftov, dishka s'po më shkru n'herë, edhe qysh më thonë, wow, farë princesha jam bo që ta djem të sotit, une me të shkru ty, uaj, pse une me të shkru ty? Edhe po është që ajo tipo qilat e veta, jetën e vet, edhe ja futa blok. Ja, edhe nuk u mënu me më kontaktu, as kur gjo. Edhe aty e po është që vish pse një njëri është shumë mirë me ty, nuk do me thonë që ka mu konë gjithë mirë me ty. Se nështë e gjinë, tjetër kanë, nështë ko shumë sene që mujnë me ndodhë, ama po du me thonë, nuk ja vlen me ndjek një djallë, as nuk ja vlen me lujna me një djallë, a vden me e testu apo të haros, as po të haros, se në qatë moment që ti ke nevojë me e testu një djallë, me lujna me ta, ti veç e ki edhe në përgjigjen që ai nuk është i duri për ty. Jam me një lidhe, po e menoj një djallë tjetër. S'kum po kur gjo, ama po nina fajtore, a është kjo trafti emocionale. Une ka njerë as qikat, as djemë nuk bi kuptoj, pse jeti në lidhe me dikan, kur e do në dikan tjetër. Që kjo nuk o kuptim për mu. Edhe po, e menoj që nuk është tradhti, atë kur nuk ke bo kur gjo, ama unë e menoj që ti dush me reflektu me vetën, pse ti e mendon një djallë tjetër kur je në lidhe me dikan tjetër. Se nëse ti e kishe dosh qatë person që jeti me ta, nuk kishe nis as me menu një djallë tjetër. Do me thonë ty o të mungu dishka. Ose nuk i ndjenja për qatë djallin që je bashk, ose ai nuk sillet mirë me ty, nuk t'jep vëmendje, whatever, bla 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 bla. Ama para se me orë të tradhtia, une isha ndo se nuk është normal kur e don ti dikan me pos mendime, ndjenja për dikan tjetër. Qashtu që po menoj, unë të paktën qashtu menoj. Okej, pyetja e fundit për sot, ku më dhonë gjithë shka për një moshkull dhe ai prap me trajton si opcion. Pse gjithmonë përfundoj me i dosht ma shumë une sa ata mu. Une si lover girl, do me thonë, une si femër me ndjenjat ndoja, pëgjoj vetën aty, une kur e du dikan, une ke qmandna, une bëj gjithë shka për ty. Edhe nashta na jena veç 24 orë bashk, une du ty si mu konë që 20 vjetë bashk, une jam asi bëj gjithë shka për ty. Edhe të respektoj, të vlerësoj shumë. Edhe në mendoj që djemt kanë qef me mo qëto sene për dopsi, kjo lunë mas meja, kjo është kështu kam më mprit, kjo sot të shku kërkon se kjo më donë mua në këne. Edhe ka një herë, kur donë dikush shumë, diqysh ta jep një përshtypje të keqe. Mua, edhe mu vetë, si femën më ka ndodhë nëse dikush ka bo shumë mas mje, diqysh tepër shumë, mu më vja gërdi. I don't know. As mu si femën nuk më pëlqen nëse bon dikush shumë mas mje. Ama në fakti nuk i gabim janë ata njerës, sikur edhe unë ka njerë jam konë gabim jetem, që të bojnë më një sikur ti shumë. Edhe e kom lexu një libër në fakt, e ko emrin Why Men Love Bitches, do me thonë pse djemt i duan kurvat, edhe qaj libër mi ka hop syt, edhe do sene, neshta ka me bo një video në vete me full për këtë tem, po do sene që i cek qaja libër është që djemt e dojnë një femën të
pavarun e dojnë një femën që kur t'i shkrujsh, edhe i thu, hej, a pushimi sonte, aja ka me të thonë, jo, sonte nuk moj se jam shumë në tonë, a ne këni, bla bla bla, mujna mu po mas një njove, a djemt e dojnë s'pi natyres me e ndjek një femën, nuk i pëlqen kur një femën i ndjek ata, se ju bëhet shumë shpejt boring, apo din ju bëhet shumë shpejt bajat. Unë e urej që me lu lojna me djem, po ka një herë, me qëta djem të sotit, vish do të me lu lojna, dhe më thonë, vish do të me lus, edhe nëse te, lu mas tina, edhe nëse te e don, nuk ban me kalzu, qaq, edin, nuk ban mi dhon dashni, po nuk ban me kalzu që, po është do moment të lirë, të kohës tem, po du mu konë vish me ty, nuk mu i pa ty, bla bla bla. Do me thonë, gjithë du të mi trajtu pak djemët si opcion, që ata mos me të keq përdor ty. E di, shumë keq, këtë botë që jetojnë anë. Nëse inshallah ju ka pëlqyer që kjo epizoda e terapi me Adrin, edhe shpresoj që vinë shumë. Peace out.